Bashkia Vlorë ndërmori këtë të një hap të rëndësishëm drejt ndërtimit të një shoqërie më të barabartë për të gjithë, duke nënshkruar Kartën Europiane për barazinë e grave dhe burrave në jetën vendore. Me këtë akt, bashkia zyrtarizon angazhimin e saj për të promovuar dhe zbatuar parimin themelor të barazisë gjinore në të gjitha fushat e jetës publike dhe institucionale. Ceremonia u zhvillua nën kujdesin e kryetarit të Bashkisë së Vlorës Ermal Dredha edhe u mbështet nga UN Women edhe Bashkimi Evropian në kuadër të projektit Bashkimi Evropian për barazinë gjinore, i financuar nga Bashkimi Evropian. Të pranishëm në këtë aktivitet ishin anëtarë të Këshillit Bashkiak, përfaqësues të institucioneve vendore, organizatave të shoqërisë civile, universiteteve si dhe punonjëse dhe punonjës të administratës vendore. Kryetari i Bashkisë së Vlorës Ermal Dredha e cilësoi të rëndësishëm këtë takim edhe këtë marrëveshje të nënshkruar. Ne kemi potencialin e madh për të ndërmarrë veprime konkrete, duke luftuar pabarazitë dhe stereotipet gjinore, dhe duke promovuar një shoqëri të mundësive të barabarta, por edhe ku barazia mos të ngatrohet me një trajtshmërinë. Vlora sot i bashkohet një grupi të respektuar prej më shumë se 2000 bashkish të 36 vendet të Evropës, të cilat tashmë kanë përqafuar këtë vizion dhe këtë iniciativë. Jemi shumë krenar që edhe Vlora tashmë bëhet pjesë e këtij grupi të madh bashkish, dhe patjetër që i shtojmë edhe një listë të gjatë bashkive shqiptare në fakt që kanë filluar më shpejt të proces, duke e bërë realitet atë që ne kemi shprehur si angazhim verbal, tashmë edhe në një angazhim konkret me një marrëveshje po firmosim sot, apo këtë kartë po firmosim sot. Kjo në fakt është edhe në kuadër të asaj çka ne kemi kohë që po luftojmë dhe duam plotësojmë gjithë atë kuadrin ligjor, duke premur kështu edhe pritshmëritë e një drejtimi të vetëm që kemi ne, që është Bashkimi Evropian. Kështu që përveç se është angazhim, është edhe një detyrim që ne ndjejmë për të bërë gati në plotësimin e gjithë kushteve dhe kriterëve për të qenë të denjë brenda familjes së madhe europiane. Patjetër që është një impenjim, por është edhe një rrugëtim i qartë me hapa konkret, dhe kjo do të fillojë me hapin e parë që është shumë i rëndësishëm, që është edhe plani ynë vendor apo plani i veprimit për barazinë gjinore. Ky plan në fakt do të shërbejë edhe si udhëfyes në realizimin e gjithë atyre objektivave, duke u qartësuar edhe ne për të vendosur pastaj dhe përcaktuar prioritetet, masat konkrete dhe duke shtuar edhe në burime njerëzore të dedikuara për të shërbyer këtij procesi. Njëkohësisht është edhe lokalizimi i prioriteteve kombëtare në këtë drejtim, duke përfshirë masat e detyrueshme për zbatimin e cituar në strategjinë kombëtare për barazinë gjinore 2021-2030. Një nga ato pikat kryesore është gjithë përfshirja, dhe kjo bëhet duke organizuar dhe konsultime të gjëra publike dhe duke raportuar rregullisht. Patjetër që ky hap i rëndësishëm do të quajmë ne për të plotësuar gjithë të kuadër të madh masash nuk mund të bëj dot vetëm, dhe ne jemi shumë i njohës për gjithë ato partnerët tanë që në fakt na kanë futur edhe në rrugën që shërbejnë si udhëfyes në fakt. Dhe këtu ka parasysh UN Women dhe Bashkimin Evropian. Aktin e nënshkrimit e përshëndeti përfaqësuesi UN Women në Shqipëri, Mikele Ribota. Karta Evropiane për barazinë gjinore që po nënshkruhet sot nga Bashkia Vlorë do të ofrojë një mundësi për të çuar më tej përfshirjen dhe barazinë midis grave dhe burrave në komunitet, duke fuqizuar ekonomikisht gratë, duke rritur pjesëmarrjen e tyre në vendimarrje dhe qasje në shërbime. Plani lokal i veprimit për barazinë gjinore, që do të hartohet mbi bazën e Kartës Evropiane për barazinë gjinore, do të ndihmojë gjithashtu bashkinë të vlerësojë investimet financiare të nevojshme për të mbështetur përparimin dhe për ta bërë barazinë një realitet të prekshëm në rajonin e Vlorës. UN Women, në kuadër të programit BE për barazinë gjinore të financuar nga Bashkimi Evropian, do të vijojë të punojë me bashkinë dhe të gjithë partnerët vendor gjatë këtij procesi. Aktin e nënshkrimit e përshëndeti dhe kryetaria e Këshillit të Bashkiak të Vlorës Elpini Shimorkuri. Unë dua të falenderoj shumë organizatën, Bashkimin Evropian edhe gjithë qeverinë për një punë shumë cilësore në fakt që ka bërë në barazinë gjinore, edhe këtë neve ndjejmë edhe në Këshillin Bashkiak të Vlorës, në të cilin neve jemi rreth 25 gra dhe vajza, nga 51 anëtarë që jemi në gjithsej. Në gjitha institucionet shqiptare në fakt është bërë një punë shumë e mirë në ruajtjen e kësaj barazie gjinore. Mund të themi se ende jemi në një situatë ngërçi, në cilin në fakt roli i gruas apo roli i vajzave është një rol pak i vështirë në shoqëritë e sotme.
dhe forca e saj është një forcë që përballë një burri apo përballë një djali deri diku është përpjekur ndër vite që të ishte më e venitur si rol, por që sot në fakt zëri jonë është një zë shumë i fuqishëm që të gjitha ne së bashku kemi kërkuar plotësisht të drejtat tona dhe kemi ngritur zërin plotësisht në të gjitha nivelet e qeverisjes vendore dhe lokale për ta përfaqësuar sa më mirë rolin tonë. Kështu që unë dua të falenderoj juve në radhë parë për punën e shkëlqyer që keni bërë në shtetin tonë, në vendin tonë, por dhe në gjithë botën, organizatën tuaj. Kështu që uroj dhe shpresoj shumë që të kemi gjithmonë përfaqësi sa më të denjë dhe sa më cilësore pikësparje. Ky është një hap i përbashkët në përpjekjen për të adresuar sfidat e shumta që ende pengojnë gratë dhe burrat, të rejat dhe të rinjt, vajzat dhe djemt të gëzojnë të drejtat të barabarta në jetën shoqërore, politike dhe ekonomike. Për më tepër kjo nismë do t'i mundsoj Bashkisë së Vlorës të përfitojë nga përvoja, si dhe nga praktikat më të mira europiane, si dhe të zgjerojë bashkëpunimin ndërkombëtar në fushën e barazisë gjinore. Jam përfaqësuese e Partisë Demokratike, domethënë jam opozitare këtu. Dhe faleminderit që më pritet. Jam pedagoge, doktore shkencash dhe jam njëkohësisht, përveç se jam nënkryetare e Komisionit për Barazi Gjinore, jam kryetare e Aleancës së Grave Këshilltare Kombëtare, ku bëjmë pjesë gratë nga të gjitha partitë politike. Madje tek UN Women unë jam certifikuar për rolin e grave dhe vajzave në vendimarrje dhe kam një super vlerësim për organizatën tuaj dhe më pëlqen jashtëzakonisht shumë fakti që zgjodhët Vlorën dhe zgjodhët kryetarin ton, i cili ka dhënë shembuj që i mbështet gratë në gjitha format dhe mënyrat, fakti që në Bashkinë Vlorë ka më shumë gra se burra dhe madje edhe ne të opozitës e i gjejmë veten më shumë se kur këtu, tregon që kemi një bashkëpunim shumë të mirë. Dhe ju nderuar Mikele, jam e sigurt që do ngeleni i kënaqur jo vetëm nga pritja dhe takimi në shkrimi i kartës, por dhe vazhdimësia e këtij procesi. Ky dokument është shumë i rëndësishëm për ne dhe ka përcaktuar qartë se cilat do të jenë prioritetet, cili do të jetë plani i veprimit që do të ndërtohen, nga cilët njerëz, si do të trajtohen të njerëz, si do të zbatohen të gjitha këto prioritete që do të caktohen në planin vendor, që përcakton kjo ka e rëndësishme, e cila është shumë thelbësore dhe thot që në titullin e saj kur thot barazi të grave dhe burrave, jo burrave dhe grave, thot grave dhe burrave. Kaq mjafton që ne, zonjat këtu në Vlorë, ta kuptojmë çfarë është, ta marrim me seriozitet dhe ta respektojmë atë. Besoj se janë vënë shumë mirë që me themelimin e universitetit të parë në historinë botërore, të vitit 859, të themeluar nga një grua, i cili është Universiteti El Kawarijin, që vazhdon akoma të jetë sot një ndër universitetet më prestigjioze në mbar botën, universiteti i cili kanë nxjerrë shkencëtar shumë të njohur, filozof shumë të mirë, jo vetëm në aspektin fetar, por të shkencës. Problemi në përgjithësi nuk është tek firmosja e marrëveshjeve apo të kartave, por është tek zbatimi i tyre, gjë të cilën unë shpresoj që kjo të jetë një piknisje për të zbatuar ato që ne i kemi pas, sepse tradita shqiptare gruan e ka vënë gjithmonë në epiqendër. Nuk kemi patur ndonjëherë ndonjë dominim të burrit apo të gruas, por ka pas një bashkëpunim dhe një ne në Shqipëri përdorim një shprehje, ku themi bashkëshorti dhe bashkëshortja. Pra, janë të barabartë, por mënyra se si ndajnë detyrat është çështja e tyre. Vlera e gruas, të paktën në aspektin fetar, ne kemi një shprehje të pejgamberit ton, Zoti qoftë i kënaqur me te, ku thot, parajsa gjendet në këmbët e nënave tuaja. Nuk thot as për burrin, nuk thot as për bashkëshortin, por thot për nënat. Vitin 2023, për herë të parë, 4 nga 5 komunitetet zyrtare janë bërë pjesë tashmë e këtij mekanizmi. Një tjetër gjë që ne kemi bërë në luftën për
të drejtat e grave në vendimarrje është fakti që për herë të parë kemi ngritur aleancën e grave këshilltare për Bashkinë e Vlorës. Jam shumë e gëzuar sot që po nënshkrojmë këtë kartë kaq të rëndësishme që është vërtet një moment shumë i rëndësishëm për të gjitha ne. Karta Europiane për Barazi përmes 39 neneve të saj ofron një kuadër udhërrëfyes se si bashkitë dhe qarqet mund të punojnë në mënyrë efektive për përmirësimin e barazisë gjinore në fushat të ndryshme të kompetencave të tyre. Hapi i radhës dhe thelbësor pas këtij angazhimi është përgatitja dhe miratimi një plani vendor veprimi për barazinë gjinore. Zbatimi vazhdueshëm i këtij plani me burime të dedikuara dhe përgjegjësinë të lartë do të jetë udha jon drejt arritjes së një barazie të plotë gjinore.